Ish bashkë në mikrofoni qytetar këtu tek hapësirat e qendresës, edhe sigurisht që zgjedhjet po zgjasin shumë, duket që në fakt ankoheshin për zgjatjen e zgjedhjeve kur nga dhjetori deri në maj tek votuam ishte një kohë gjatë, po dukshim që e kemi riskun edhe me e zgjatet e pak më shumë sepse një seri procese të tjera kanë hyrë. Po gjithsesi, të gjithë kemi tashmë të qartë se cilat janë rezultatet e palëve, edhe nuk mundet që të shmangim pa analizuar le të themi këtë situatë të kontekstit të ri politik në të cilën në fakt do kemi mundësi ta shohim parlamentin e vendit tonë, por në shtator atyre në fakt kur pritet që të konstituohet parlamenti i ri, ku asgjë nuk ka ndryshuar në aspektin e qeverisjes, ka një seri zhvillimesh ku ai që qeveriste vendin del edhe më i fortë, ndërkohë që shumë çka mendohesh se ishte e re, mbeti në kuota të pandikuara le të themi në aspektin e ndryshimit të kursit të vendit. Edhe të gjitha këto un kam shumë kënaqësi sot ti komunikoj dhe të bashkëbisedojmë dhe le të themi të ndriçojmë disa nga aspektet e kontekstit politik në vend, po edhe diçka më shumë mbas edhe ndonjë çik teorike me profesorin e gazetarisë Ervin Goci, një nga le të themi miqt tan më të mirë me një jetëgjatësi miqësie tashmë dhe mbështetës i një pjesë të mirë të aksioneve që ne me qendresën qytetare kemi pasur. Shumë faleminderit profesor që e pranove ftesën edhe kemi këtë bashkëbisedim. Profesor, s'ka nevojë. Faleminderit shumë, është një si e madhe, unë kam ardhur këtu me 10 herë në aktivitete, kam marrë me taku miqtë e mi, edhe me thënë të drejtën e kam si pikë referencë, madje edhe kur kam pas mundësi me kolegë që jo më do e mos kanë të profilin tuaj, po që ka një profil ndoshta disi më shkencor, më kërkimor, i kam thënë që nëse doni kuptimin ta zëm për aspektin e arsimit apo aspektin e të rive, kam thënë duhet shkoni te qendresa qytetare për arsye sepse këtu me vërtet është ndoshta një hapësirë ku jeta studentore nuk jetohet në letër, por jetohet me aktivitetin me gjitha. Mos harrojmë që qendresa ka bërë, domethënë për 3 vjet kongresin jetor për arsimin e lartë për studentët, për universitetin, kongres universitar, që nuk e ka bërë asnjëri për shumë vitesh, dhe me thënë drejtën ju keni një rrjet të jashtëzakonshëm që kush e kupton se ç'do të thotë rrjeti, duhet të ketë pak frikë nga ju. Shumë faleminderit profesor, po ma bëre të vështirë tani që unë të jem kështu shtys edhe të ushtroj presion mbas këtij komplimenti që i bëre ekipit të qendresës. Jo, s'është kompliment, nuk para bëj komplimente dhe mbi gjitha nuk ndërveprej kurrë me njerëz që nuk besoj. Edhe ne të kemi vlerësuar shumë edhe për kurajon edhe për guximin që për një seri, më thënë kam përshtypjen që kush e njeh pak hapësirën publike e kupton që angazhimi jot ka qenë ndonjëherë duken kështu si temat e zauruara dhe kur flet për sinqeritetin edhe pastërtinë edhe integritetin e një individi që mbështet një kaos, po për ish së vërtetës ju keni qenë nga ata aktivistë të cilët kudo ku keni kontribuar e keni bërë me një lloj pastërtie dhe sinqeriteti që ndonjëherë në shoqërinë tonë merr pak kuptim. Megjithatë, profesor, Ervin, lutem të. Po unë kam thënë profesor edhe jashtë, nuk është se po e bëj, ti e di që unë nuk e bëj nuk e bëj për efekt të komunikimit me një audiencë tjetër. Ne jemi miq edhe me të tjerë që janë miq. Po unë mua më pëlqen shumë si titull ai. Edhe ne kemi për zemër, edhe me qendresën është kështu, na është farkëtuar. Nuk ka asnjë problem. Ti je i studiues i mirë i komunikimit, edhe le të themi edhe i studimeve të audiencës, së bashku aty me kolegët e tu në gazetari keni bërë punë të jashtëzakonshme për të kuptuar si sillen audiencat edhe format e tyre edhe aspektet metodologjike, po gjithsesi unë nuk dua të jem shumë teorik, po dua ta nis me këtë. Kur ne jemi para një zgjedhje, që tashmë e kemi bërë, kemi një qeverisje me një mandat shumë më të lartë. Përpara zgjedhjeve ka një lojë të artë. Dikush që komunikon dhe dikush që dëgjon. A ka një gabim dhe le të themi tashmë e dim kush është humbësi dhe kush është fituesi. Pra janë
pjesa atyre që konsiderohen opozit, ku në një farë mënyre kemi qenë edhe ne duke bërë një lloj opozite, pavarësisht se në shumë raste ose në rastin e qendresës nuk kanë qenë kapitale politike. A ka një problem midis dëgjuesit dhe folësit kur bëhet fjalë për narrativën politike? Pra, një grup thonte Rama është i tillë, i atill, dhe ka pasur brillant për të shpjeguar sa i keq është Rama. Ndërkohë nga ana tjetër ke pasur dëgjues. Kush e ka pasur fajin në këtë lloj komunikimi? Shiko, ka dy mënyra dhe dy koncepte, ka më shumë se dy, po them dy kryesisht, që i qarkullojnë në lidhje me komunikimin, që është kjo, ose le të themi më shumë 3 se sa 2, por njëri është më shumë koncept që nga vitet 40, 50, 60, që kishte lidhje me farkuptimi me tërë përmirësimin teknik, që kërkonte më shumë saksin komunikim dhe tërë mrekullin se si ka mundësi që ti duke formuluar një mesazh për dhënë një veprim diku tjetër. Dhe kjo ka qenë pak a shumë fryma e modelit Shannon Weaver, modelit matematik të komunikimit vitet 40-50. Dhe pastaj kemi këtë modelin i cili është model pak më sociologjik, pra që thuhet është pak a shumë shkolla Kolumbias, i cila thoshte që ne e çojmë mesazhin, por ndërkohë mesazhin nuk zbërthehet matematikisht, teknikisht. Sepse në fakt njerëzit vërtet i dëgjojnë fjalët, por njerëzit nuk janë makina. Kjo ka ndodhur në Shqipëri? Ja ti them pak a shumë kush janë këto modelet dhe pastaj të them çka ka ndodhur në Shqipëri. Domethënë çdo njeri dëgjon nga perspektiva vetë sociale ku është. Aq më tepër që perspektiva sociale nuk është vetëm e imja, po është dhe midis marrëdhënies midis meje dhe teje, pra midis dhënësit dhe marrësit, midis komunikuesit dhe dëgjuesit. Është një model i tretë që e trajton pak në mënyrë më simbolike, dhe është një model i katërt që unë me thënë të drejtën i besoj shumë, është modeli le ta quajmë shkollës Palo Altos që thotë që në komunikim në fakt nuk komunikohen fjalë, por komunikohen nën tekste. Çfarë janë këto nën tekste? Janë tërësia e marrëdhënieve që kanë komunikatorët me njëri tjetrin që në fakt përbën komunikimin. Pra është marrëdhënia më shumë e rëndësishme se ajo që thotë. Ajo që thotë s'ka pikën e rëndësisë. Që do të thotë, po ti marrë modelin 2 dhe modelin 4 që unë i kam më përzemër, modelin social dhe modelin relacional që mund ta quajmë, ne kuptojmë që në fakt duke u nisur dhe për të analizosh për gërm dhe gjuhën e asaj që thuhet në media dhe duke pastaj projektuar se çfarë mund të ketë jehuar, po them në veshët e dëgjuesve apo publikut të këtë dion, kështu s'kuptojmë asgjë. Në absolut nuk kuptojmë asgjë. Ajo që duhet analizuar është tërësia e marrëdhënieve sociale, tërësia e marrëdhënieve institucionale, politike, sigurisht lidhet familjare, lidhet sociale, të gjitha këto mund na japin një shpjegim sepse gjithsesi sa do ne ta bëjmë politikën, se ne do gjithmonë ta banalizojmë, ta bëjmë kështu si allizhverisht, por ka dhe një element komunikimi aty. Dhe cili është elementi i komunikimit? Elementi i komunikimit nuk është paraja që t'jep 200 euro dhe të blen. Elementi i komunikimit është që politikisht një qytetari nuk është komunikuar që të mos e shesi votën apo të fillojë të kërkojë, të aspirojë më shumë se çka, nuk ka arrit dikush që ta ngrinë atë lloj niveli që ai 200 euro mos të duket as zoti thotë unë më mirë shkoj dhe investohem atje se sa të merresh me këtë 200 euro. Pra, mi farkuptimi ne kemi si më thon dobësuar socialisht dëgjuesin, e kemi hedhur atje në një zgë që kemi dobësuar shumë dhe aty mund t'i shkojë ofertuesi më i lartë dhe mund ta blej pas lloj problemi. Po kjo është i dështim shumë i madh social, institucional, politik që ne kemi ndërtuar votues të dobët, votues i cili është konjunktural, një votues që s'ka asnjë aspiratë, një votues që shkon voton për një vend pune, për të mbrojtë çonin në punë, nipin ku ta diun. Dhe këtu mendoj unë që është dështimi më i madh i komunikimit, sepse për mendimin tim, nga pikpamja sociale dhe nga pikpamja relacionale, ne duhet që në sferën publike të nxjerrim aktor që janë serioz, që janë të besueshëm, që janë të gjinshëm, që janë konstant, që janë aty
dhe që të, si më thon, të asistojnë në përditshmëri, në përhershmëri dhe jo dalin këndën këngë vetëm për zgjedhje apo ku do diun. Dhe unë e kuptoj shumë mirë sepse ti u more gjysmën e kohës, do të thënë gjysmën e kohës, gjysmën e hapjes, po them unë, duke folur për personin tim. Sepse ti infra kuptimit do të legjitimosh sepse ne jemi këtu të dy bashkë. Është normal. Dhe unë pse harxova ato fjalë tani? Pse mund të kem bezdis njerëz që thotë po ky ka ardhur me komplimentuj qendresën, sepse unë e di shumë mirë, është sa e rëndësishme është statusi i komunikatorit dhe organizatës apo trupit me cilin unë po komunikoj. Dhe edhe në këtë rast, unë do ta çoja analizën këtu, nuk e di a isha i qartë apo nuk isha i qartë, unë mund ta detajoj akoma, por unë besoj shumë tek modeli social, sociologjik, edhe tek modeli relacional, që është një model pak psikokognitiv, por ka edhe sigurisht elementet patologjike, edhe elementet e lidhjeve, si më thon, psikologjike të forta, qoftë familje apo në grupet ngushtë. Kjo ishte shumë e vlefshme, më shumë se sa edhe e saktë sigurisht. Po a shikoni ju tek ne po mbetemi vetëm te komunikimi politik. Ajo që ju përshkruat mbase mund të kap disa sfera të komunikimit, mirë po ne po e mbajmë në kontekstin e kontekstit politik, po edhe për të shpjeguar në një farë forme rezultatin e zgjedhjeve të sapo. Po vetëm se politika në këtë rast është fusha e veprimit, po komunikimi që po flasun është përtej kësaj. Pra ne po bëjmë një lloj procesi analize të komunikimit që quhet metakomunikim. Dhe nuk ka lidhje është politika apo s'është politike. Okay. Sepse politika është fusha. Në këtë rast hajde futemi ke fusha politikës. Ajo që dua unë tani është të sjell, domethënë të ma thjeshtëzosh kur unë të sjell të fus tek politika. Patjetër, hajde futim fushën e politikës, jam okay. A ka pasur ndonjë nga partitë ose forcat politike që ka qenë konsciente për këtë gjuhë të cilën ti po flisje? Domethënë a e njohin tezat e komunikimit dhe më pastaj le të shohim pak kush i ka përdorur më mirë ose i kanë përdorur në mënyrë të pandërgjegjshme apo i kanë përdorur në mënyrë të ndërgjegjshme nga konsulentët e tyre apo ku diun. Thash, po ta shohësh komunikimin si një gjë teknike, pra si një sukses i prodhimit një veprimi, sigurisht investimi i madh për një subjekt politik do të ishte në rrjetet sociale. Po. Do të ishte tek mjetet e komunikimit, televizion, do të ishte tek këto fletpalosje, tek këto. A i njohin partitë politike audiencën e tyre? A janë konsciente kujt i flasin? Shiko, edhe kjo puna audiencës, ke parasysh një gjë që varet shumë nga kumti dhe nga, si më thon, frymëzimi që ka një subjekt politik pse hyn politik. Se ka subjekte politike që i thonë qytetarëve duan me fakultetin bëjë dhe komunikimi tipi deklamativ dhe përpiqen qytetarët të bindin distancë, për të thënë që shiko se un jam kush është një nga partitë që e ka bërë këtë? Të gjitha. Kush është më klasike ose kush hyn te grupi këtyre që përgjithsisht kanë dashur të komunikojnë në distancë me për mendimin tim si ndaj unë. Mua më shkon Thuria për shembull mendje. Po, për mua Partia Demokratike dhe Partia Socialiste janë parti që nuk komunikojnë me audiencën dhe publikun, nuk komunikojnë kryesisht elektoratit tyre, u komunikojnë njerëzve që do fusin burg mbas ca muajsh, u komunikojnë me kode të fshehura, të cilat nuk komunikojnë me publikun. Janë dy partitë që marrin votat më të numrin më të madh të votave. Ja mund ta shpjegoj këtë. Marrja e votave nuk ka lidhje me këtë lloj suksesi të këtij tipi komunikimi që ato kanë. Nuk ka lidhje, janë të ndarë gjërat. Bile un kam i test timen që midis asaj që shikon media dhe sjelljes politike të qytetarëve s'ka asnjë lidhje. Fare. Pse? Dhe prandaj un sulmova në kuptimin që kritikova që në fillim këtë modelin teknik të komunikimit që lidhet kryesisht me suksesin e formulimit, suksesin e formës, që unë e formuloj në mënyrë të tillë që ti të bindi. Dhe po ta shohësh me kujdes dhe partitë klasike janë lodhur pak nga kjo. Sigurisht ata e bëjnë fushata. Më kujtohet një apo po bëj një kështu tip lëvizje pak nga kjo. Kujtohet një nga këta strategjistët e komunikimit në Amerikë që thoshte që ore po ky Obama pse harxho kaq lek? Obama është njëri i lindur nga komunikimi digjital dhe ka përshtypjen duhet të ketë qenë viti, më thon mandati i dytë i zgjedhjeve dhe thoshte po ky pse harxho kaq shumë lek në televizion? Kur ky është i lindur digjital, më çat pse duhet ta mbajë televizione? Dhe ky specialist është shumë interesant, i thoshte shiko, të paguash lek për dalë në televizion dhe për të mbajtur një lloj pranie atje është i formë statusi. Dhe thoshte këta nuk e paguajnë se e kanë suksesin aty. E paguajnë për t'i treguar njerëzve që dhe ne, domethënë, kemi fuqi financiare për të bërë komunikim, pra tregon dhe më shumë një status financiar se sa të bënte një komunikim bindes për këtë gjë. Më shumë mos lënë vend bosh për dikë tjetër. Eksakt, mbajnë këto. Dhe ç'a bëjnë partitë kryesore? Për mua partitë kryesore kanë i gjithë është komunikimi enkriptuar. Të dyja, sidomos Partia Socialiste.
e ka jashtëzakonisht shumë të Çfarë do fortë. të thuash me enkriptuar? Do thotë që ata flasin, por nuk i drejtohen publikut siç drejtohem unë në mënyrë genuine, se unë flas tash, po në momentin që flas nuk është se kam për të marrë një lek kur dal, a kupton? Kurse ata çdo fjalë që hedhin, e din shumë mirë kujt i flasë, si i flasin etj etj. Po dëgjosh kryeministin Rama për shembull, po dëgjosh zbërtheje me kujdes të folurën e tij, ai flet kështu duket sikur flet për gjithë publikun, po në fakt i çon mesazhe ministrave, i çon mesazhe ndoshta edhe zonës së errët krimit të ku të diun, i çon mesazhe drejtësisë, i çon mesazhe tyre, por nuk flet asnjëherë për publikun. Unë e ti po flasin për publikun tani. E kuptoj. Këtë njëjtën gjë bën Partia Demokratike, po në një nivel pak më tulët, kurse partitë e reja janë akoma naivitet. Sepse është naiviteti i njeriu që s'ka pushtet dhe është naiviteti i njeriu që do në mënyrë universale të kapi sa më Po shumë. thuaj që publiku janë këmbana, nuk janë ata që po dëgjojnë në fakt. Nuk e kuptova. Që do të thotë është kjo shpreha e famshme që bjerit të dëgjojnë Eksakt, në këtë rast ai e përdor publikun për këmban. Është një formë metafore, është një formë për- metafore, po. E gjitha është një teatr komplet. Është gjithë një teatr. Po pse u funksionon atëherë? Sepse thash një herë komunikimi mes sjelljes politike nuk ka lidhje. Thash mund të analizojmë dhe të ulemi dhe të flasim për atë gjën, por ti më thet merremi me komunikimin dhe unë po të shpjegoj si komunikojnë. Okej. Folëm përgjithësi për modelet, tani po flasim konkretisht çfarë bën secila. Për partitë e reja për shkakun që unë kam parë, shoh tazëm që Agron Sheh për shkak ka komunikim tipikisht komercial, shumë komercial dhe e shet vetë në vetë si një produkt. Në rastin e këtyre ka pasur benefit, ka pasur ndikim? Mendoj po. Në kuptimin digjital sidomos, po, ka pas një lloj suksesi dhe është një model ai që ecën, ai në kuptimin të çon deri diku. Po nuk mendoj për bindjet e mia dhe për ajo që mendoj që është më e duhura, nuk mendoj që është komunikimi që mund të komunikojë një politikan. Për mua. Vim tek nisma Shqipëria bëhet, do të thënë që është praktikisht nispa thurje me Shqipëria bëhet bashkë. Unë mendoj që ata tipikisht kanë bërë këtë komunikimin generalist universal, naiv, kuptohet, sepse është parti e re, duke i bërë thirrje njerëzve kryesisht mbi vlerat, mbi moralin, mbi çiltërsinë, mbi idenë e ndryshimit, ku e diun. Dhe një model tjetër pastaj që është modeli i cilën unë e kam edhe përkrahur publikisht, që është modeli lëvizjes bashkë, e cila harxhon shumë pak energji për të bërë komunikime në distancë, për të bërë kështu, dhe harxhon shumë energji për komunikimit, kontakte drejt për drejta. Kjo është interesante, ka ardhur si rezultati kushteve të krijuara apo si rezultati i zgjedhjes së tyre? Jo, është zgjedhja e tyre, thash. Unë shpesh shoh një lloj ankese dhe revolte e Partisë Bashkë, le të themi, e cila ankohet për një prani shumë të vogël të hapësirave ku ajo mund të shprehet. Sigurisht, ajo do thotë e ka zgjedhur vetë kështu? Jo, ajo ankohet për atë që mendon se i takon. Nuk ankohet sepse atë do si strategji. S'ka lidhje. Ajo thotë unë duhet të kem një hapësirë që kanë gjithë tjerët. Pse të mos e kem unë atë hapësirë? Jo, është e drejta nuk thash. Jo se ata besojnë tek ai lloj modeli të bërit fushatës dhe tek ai modeli i komunikimit. Madje modeli i tyre është një model i cili thotë që ne komunikimin dhe lidhja me qytetarët nuk e ndërtojmë nga televizori, por e ndërtojmë nga lidhja drejt për drejtë, nga antarësia, nga këto. Është vetëm një parti për mua që e beson këtë gjë dhe për mua është i vetmi model që më duket që mund të ketë një farë vërtetësie. Kjo partitë e reja ishte e vetmja që mori një rezultat më të dobët se partitë e tjera të reja. Është vërtet, por do të thotë që pse nuk funksionoi kjo formë komunikimi. Shiko, unë mendoj pikërisht është kjo, është një lloj sociologjie që ata përpiqen të përçojnë më shumë kushtin e tyre që të fitojnë mbështetës në kuptimin e empatisë, sesa thjesht njerëz që simpatizojnë apo që të mbështesin për një kohë caktuar, për përzgjedhjet, që të japin votën vetëm për zgjedhjen. Dhe ky lloj elektorati është shumë i vështirë në kohë për të fituar, por ama në momentin që fitohet, po ta shikosh me kujdes, është elektorat që këta nuk e humbin. Kurse të tjerët për shembull unë ta garantoj që sado votat kenë marrë, për shkak modelit komunikimit dhe llojit lidhje sociale që ndërtojnë, dhe llojit platformës, dhe lloj aspiratës që kanë shumë mundësi që e kanë shumë herë më të mundshme ta humbin atë lloj elektorati se që kap ta zëm lëvizja bashkë për ta humbur. Unë bashkë kemi diskutuar, edhe ndoshta edhe mund të ta kem përmendur, është një sociologe gjermane, Elisabeth Neumann, që ka këtë modelin e spiralës heshtjes. Dhe e thotë që kryesisht njerëzit, masa e njerëzve, nuk funksionojnë që të bëjnë analiza të thella edhe të shikojnë pak a shumë lidhjet sociale edhe të
si po themi empatik ndaj tjerëve. Për çfarë bëjnë? Bëjnë zgjedhjet kryesisht më qarkshkurtra të mundshme për të arritur sukses dhe rezultate brenda një cikli jetësor. Dhe nëse ta zëm një ide shumë popullore tani dhe një shfaqje apo një subjekt apo një rob apo një trend mode apo ku ta diun, një fem, ku ta diun, është akoma shumë në mod. Tendenca është që ne në mënyrë konformiste të shkojmë atje. Pse aty është konformizmi, aty është, si më thon, konsensusi për momentin. Populizmi. Po, i lloj populizmi. Tani është aty dhe tendenca është për të vajt atje. Ndërkohë thot ajo, ka disa minoranca, të cilat janë minoranca, por ndërkohë ka një lidhje shumë të fortë sociale dhe kohezioni mes tyre. Dhe thot, një lidhje sociale, një lidhje kohezioni e fortë ka më shumë shanset për triumfuar në kohë të gjatë sesa një lidhje dobët me një masivitet caktuar. Dhe e shpjegon pastaj këtë gjë, kështu që unë them që potencialisht nëse lëvizja bashk do ketë mundësinë që të zgjerohet, do ketë mundësinë që këtë model ta përmirësojë dhe sigurisht të gjejë mënyra për ta pasuruar, mundësia e një suksesi në kohë të gjatë e ka më shumë lëvizje bashkë se sa të tjerat, për konceptin që kam unë. A shikoni një formë, ose cila do të ishte kritika që ju do të kishin ndaj këtyre forcave të reja, të cilat në fakt përpara zgjedhjeve kanë pasur një lloj entuziazmi shumë më të lartë në raport me çfarë morën. Po edhe në raport, le të themi, të qytetarëve të angazhuar në kuptimin që çfarë prisnin ndaj tyre. Shiko, nuk është kollaj të bësh kritika sepse kur je kështu ulën karrikës, sidomos të vjen kështu dëshira vetë me bë kritika, edhe kjo lloj dembelizmi në kuptimin i pozicionit mos qenurit aktor protagonist dhe vetëm të çosh kritika është gjëja më e kollaj. Ne këtë ja bëjmë Ramës gjithmonë. Ramës nuk i bë kritikë, unë bër akuzë për vete, kritika. Po akoma më patjetër, ka është detyra ime si qytetar të bëj akuzë. Kritika s'kam ndërmend të merrem me kryeministin. Duhet ja kursejmë të voglave kritikat në këtë rast? Jo, prit një sekond. Po them që të kuptohemi një herë që nuk është shumë e lehtë të lëshosh kritika dhe mendoj që realiteti është shumë i vështirë. Realisht kanë marrë angazhim të jashtëzakonshëm. Dhe me vërtet, kjo është e vërtet. E vlerësoj shumë, megjithëse vlerësimi im, me thënë të drejtën, shkon më shumë për lëvizje mbash që unë e quaj gresur tamam nga rrënja, që më duket e vetmja lëvizje që ka bazë rrënjë, ka një si më thon tram, ka një tram sociale, dhe nuk është kështu një gjë e lindur, po them si një infeksie, si një farë efekti ansori diçka e tjetër. Patjetër që mendoj që edhe nismja e Shqipëria bëhet përfaqëson një fash, ka një farë identiteti, ndërsa për shembull të gjithë partitë dhe lëvizjet që kanë qenë të djathta, që qyshin të djathta, partitë e vogla e A4 e 5 janë ku do të gjitha janë bishta dhe janë vazhdimësi e Partisë Demokratike dhe të gjitha duan të njëjtën gjë që të marrin partinë. Unë jam dakord me analizën që u bëni, por nuk e di nëse ti bie dakord me faktin që këto parti, pavarësisht se ishin të vogla, prezenca atyre në hapësirën publike shqiptare ishte shumë e lartë përpara zgjedhjeve. Në raport me peshën specifike që rezultojnë ato të kenë në përfaqësim. Pa fjala vjen nëse ato zinin një kohë të mirë ose kushdo ishte në kontakt me idetë e tyre, me alternativën e tyre, me aktivistët e tyre, me emisione mbrëmje, mëngjesi, dreke, darke. Në këtë kuptim ato kanë pasur një hapësirë të madhe për të ligjëruar. Tani, kur shohim që rezultati i tyre në përfaqësim është shumë i vogël. Ka pasur shumë i vogël, ka parti që kanë marrë dhe 60.000 vota dhe në kuptimin e elektorat, si peshë elektorati nuk është shumë e vogël. Si deputet po, por si peshë elektorati jo. Janë 140.000 vota nga këto subjekte vogla që janë jo parlamentare që janë marrë. 140.000 vota nuk janë shaka, domethënë nuk janë pak. Jo, absolutisht nuk janë shaka, janë shumë, por gjithsesi nuk janë as pak për të bërë atë çka ata pretendonin se do bëjnë. Ajo është peshë elektorale. Tjetër gjë është se si përkthehet. Që do të thotë, ai është i vullnet i shprehur, 140.000 vota janë shprehur kundra të gjithë partive të mëdha. Që do të thotë për ty çfarë, domethënë ç'do të thotë kjo për ty? Për mua do të thotë që e para punës ne nuk mund t'i trajtojmë këto subjekte të vogla siç ka qenë parti dikush me jo Patozi, jo ku ta diun këto. Ka pasur parti shumë më të mëdha, për reja ka qenë me shumë deputet. Kush? Partia Republikane.
Ka pasur deri 20 deputet ka pasur parti që kanë qenë të vogla, që kanë pasur shumë ndarë në doka, njëre një kohë ka bërë grup parlamentar. Po këto janë parti thash dhe njëherë. Se meriton këto të konsiderojnë ndryshe, ndërkohë që për mua janë absolutisht ndryshe, sepse në kushtet e mohimit, në kushtet një sistemi as pak miqësor dhe në kushte ku ka pas realisht pabarazi të ndaja, kanë arritur për herë të parë që të nxjerrin deputet. Për herë të parë, e di që mund duket shaka thua ç'është një deputet, sigurisht një deputet është një asgjë 140. Por një deputet për një parti që është rishtare, që futet në lojë dhe që e nxjerr me forcat e veta. Do ma çkodosh pak. Patjetër. Sepse unë të paktën në historinë e Shqipërisë mbas viteve 90, ku edhe kam pasur një lloj vetdije për të kuptuar se ç'ndodh, kam parë shumë parti të vogla të cilët kanë prodhuar mandat. Jo, nuk kanë. Dhe nuk është për herë të parë që një parti prodhon mandat. Kanë qenë bishtat partive të mëdha dhe kryesisht kanë qenë në koalicion gjithmonë. Dhe si koalicion kanë mbledhur elektorat sepse kodi zgjedhor, sistemi zgjedhor e lejonte koalicionin, kanë qenë atje 15-20 edhe në rastin e LSI-s. Të gjitha. LSI-ja ka dalë më vete, por LSI-ja më vete ti e di shumë mirë që me gjithë luftën e llahtarin me Zin Zorri 4 deputet që prap nuk ishte ky sistem kaq armiqësor. Pse mendoni që sistemi është armiqësor? Sistemi për partitë rishtare? Sepse unë mendoj që ky është sistemi më i mirë për partitë e reja dhe partitë e vogla. Se në ka pasur një sistem vendi që mundsoi të voglave të përfaqësohen është ky. Në 35 vite nuk ka pasur asnjë sistem më të mirë se ky. Jo, s'ka lidhje me sistemin. Kjo pikërisht po them që është merita e partive të reja që ja arritën të futen se sa sistemi. Sistemi nuk i ndihmon, në mënyrë absolute nuk i ndihmon. Sepse të marrësh 60.000 deputet, 60.000 elektorat, dhe nxjerrësh një deputet, tani si mund të jetë ky sistem miqësor ndaj partive të reja? Nuk shen ndonjë problematik në mënyrën se si e përdor sistemin? Po shiko, ti nuk mundet një subjekt politik nuk mund ndërtohet mbi kostumin e një sistemi, sepse ti presupozoj që je parti që do jesh për në përjetësi. Nuk je parti që lind sot dhe thu me mbyll mas javë i fut qepenin, e kupton? Dhe është lloj si ti thosh tani këtyre pse se bot fushata më shumë Tiranë ku ishte më shumë shanse. Po ç'do bënte ta zëm Arlindi, dilte vetëm në Tiranë. Mos shkonte fare në qytete të tjera. Se nuk ke vetëm këto zgjedhje më zotri, fillon jeta politike vazhdon dhe pas. Çdo shkoj të thotë Arlindi nesër po një qytet tjetër nëse nuk A mendoni që ky sistem duhet ndryshojë? Çfarë duhet ndodhë me sistemin? Si do duhet Unë me thënë të drejtën mendoj që duhet i proporcional kombëtar për momentin. Sigurisht do ketë një marsh, mund të jetë një 3%, ku ta di unë, se 5% duket pak e lartë, po dhe 5% kush do le ta marrë riskun. Po dhe 5% sot ne nuk do kishim asnjë. Domethënë ti po propozon një sistem ku do t'i vriste të voglat. Unë nuk thash 5%, unë thash më pak. Por thash është ja vlen dhe më shumë me risku edhe me bë betejë me hy në sistem, sepse ato betejë mund ta bësh një herë, mund ta bësh dy, se sa rezultati që ti merr të pjestohet me 4 me 5. Do thënë është pa sens, më kupton, më mirë ta kesh vështirësinë e hyrjes se sa kur ta marrësh atë rezultat, drejt të hajë duhet përkthehet në deputet. Domethënë ç'kuptim ka që unë të marr 10-15% të elektoratit dhe të marr 1%, 2% të deputetëve. Nuk ka sens, a kupton? Po kjo në narrativ është e vërtet, nuk bën sens. E them kështu nuk bën sens. Por nëse ti ke në vendin në Shqipëri, ne kemi zgjedhur një sistem proporcional rajonal. Kemi zgjedhur ne, Omigel. E kanë vendosur dy partitë e mëdha. Ne kemi asnjë lloj lidhje me atë gjë. Mua kur më thon për atë sistem dhe për shumë gjëra tjera, i them zotni kujdes. Unë as nuk e kam zgjedhur. Si? Do ta zgjedhim sistemin me referendum? Ka 1 milion mënyra si mund bëhet. Prap, domethënë dhe këto që ne propozojmë do shkojnë dy të mëdhajat për ta bërë. Miguel, mos ta vështirësojmë ne, se pak na e vështirësojnë ata, mos ta vështirësojmë ne do. Është gjë e zgjidhet shumë kollaj. Mund të jetë mua po më pëlqen shumë kjo debati, po mund të jetë me referendum, mund të jetë me grupe interesi, mund të jetë me dëgjesa, mund të jetë me një shumicë të cilësuar, mund të ketë shumë tjera që mund të bëhet. Ka 1000 mënyra si mund të bëhet. Por ky lloj mënyre që këta kanë zgjedh,
kur ti shikoje, nuk e di e ke para ato kronikat kur dilin deputetët nga parlamenti që ose kur hynin ose kur dilnin, që thonin ne nuk kemi dakord me këtë sistem dhe gjithë shkonin e votonin si puci aty. Dhe thonin nuk kemi dakord. E kupton çfarë sistemi skizofrenik është ky që edhe ata që e votojnë nuk janë dakord. Paktën ata që e votojnë ishin dakord. Por thonin që po e kanë votuar dhe më pëlqen ky lloj sistemi. Asnjë nuk thot që më pëlqen ky lloj sistemi përveç atyre që përfitojnë direkt, që është maja e piramidës, që është ta zëm nga kryeministri te lideri i opozitës dhe gjithta pastaj që janë si më thon nomenklatura e partive. Nuk është se s'bie dakord me ty. Unë bie dakord. Por kam frikë që ne po e shikojmë sistemin për ta përmirësuar që të kemi një të vogël brenda parlamentit. Dhe nuk e shikoj me perspektivën e një fituesi. Pra përgjithsisht thuhet që sistemi favorizon Ramën. Por në fakt sistemi favorizon të madhin. Kushdo që do jetë i madh, sistemi do e bëj edhe më të madh. Patjetër. Që do thotë, nëse ti do të mundesh Ramën, mjafton ti vesh vizion. Po kush e bëri për sistemin? Ai bëri vetë ai që ishte i madhi. Absolutisht po. Pra, ai e bë sistemin për veten. Ma thuaj një gjë sot. Nëse sot dikush udhëheq një fluks idesh mendimesh e cila prodhon shumicë, a e mund Ramën? Shiko, e para punës unë nuk thash nëpërmjet sistemit, nëse më dëgjoj me kujdes, unë nuk thash që tër politika është sistemi, absolutisht po. Për mua sistemi duhet ndryshuar absolutisht. A duhen përqendruar gjithë energjitë e sistemit në mënyrë absolute jo? Jo. Okay. Sepse pastaj vdes politika, nëse ti merresh me atje, mund të jesh një shoqat, mund të jesh një organizat. Tani një parti nga këto të vogla, se s'duhet që ta thot drejtuesi thot kauza jon e partisë tonë për vitet e ardhshme është ndryshimi i sistemit. S'është kaos për mua. Nuk mjafton. Do të thënë vendi ka 1001 probleme. Jo vetëm vendi, po dhe partia që ti ke ka 1000 halle dhe nuk mund të ndërtohet mbi ndryshimin e sistemit. Dhe mendoj që ky ka qenë gabimi kryesor që ka bërë aktorë të ri, të cilët janë përqendruar shumë tek gjëra teknike, që kanë të bëjnë me më shumë me proceset dhe me formën e vendimarrjes se sa me thelbin e politikës, që mendoj që nuk mobilizon qytetarët ajo lloj gjëje. Do t'i hikim pak si thua atyre të fushës politike apo jo fushës politike, po atyre që nuk korrën një sukses, le të themi edhe të voglave edhe opozitës. Jo, ata kanë korr sukses, varet si shikon, nuk kanë dalë pa gjë. Ne mos i themi që dështuan. Po ato maksimumi mund të kenë korr një sukses me vetveten, sepse me programin e tyre nuk e zbatojnë dot. Me premtimet e tyre nuk i jetësojnë dot. Por sistemi nuk është pa gjë, pra nuk është zero. Okej. Këtë ka mundsi si mos ta zerrojmë, mos ta bëjmë zero fare, sepse ajo gjithsesi është një gjë që ka ndodhur. Mirë, unë mendoj unë, jo për komfort edhe për të shëlbim, nuk e kam për shëlbim domethënë. Ndërkohë kemi një fitues. Dhe fituesi është kryeministri Rama. A ke pasur mundësi që të reflektosh në këtë kohë sa javë kanë kaluar nga zgjedhjet, cila ka qenë arsyeja që e zhndroi fitues kryeministrin Rama? Çka unë nuk e kam mobilizuar veten time për të reflektuar se si fitoi ai, por e kam parë gjithë të proces ose këtë rezultat që ndodhi, këtë, fakt politik, s'kemi si ta mohojmë. Çfarë më sjell mua, domethënë çfarë ndikimi ka tek unë si qytetar, jo kuptimin si njëri që reflekton për këtë gjë, sepse përpara se të bëj reflektimin, un kam prekem direkt nga kjo gjë. Dhe sigurisht un kam parë mënyrë shumë të gati edhe ndjesore për të parë se si kjo e ndikon mua, ndikon opinionin publik, ndikon ndoshta jetën civile, intelektuale, sigurisht edhe popullin e thjeshtë. Dhe mendoj që është dramatike, domethënë është nëse shumica e shqiptarëve vendos nëse s'është dramatike, atëherë unë i bie që bën pak a shumë si ky Bellova i ndeshjeve që thjesht komentoi që mbaroi ndeshja 3-0, 3-2 apo 3-1. Patjetër që fillimisht është dramatike, sepse po flasim për sistem komplet të kalbur që merr 40.000 vota më pak në brenda territorit të Shqipërisë dhe merr 9 deputet më shumë. Tani jemi në fazën që sistemi po ha veten, pra ka filluar është ai gjarë i famshëm se ka Ono, harrova tani
si e ka lloj gjarbi që ka filluar dhe ka fshon nga pak atë bishtin e vet, është duke e përlar veten, është sistemi duke degeneruar veten, është i regres. Kjo është pjesa dramatike, mos t'i hyjmë se fitoi Reali apo fitoi kjo, po është pjesa dramatike është kjo, sepse kemi parti që ka marrë 40.000 vota më pak dhe ka marrë 9 deputet më shumë. Domethënë këtu tani kemi prekur, mendoj unë, fundit. Kjo do të thotë zotëri që praktikisht zgjedhjet në Shqipëri janë si i loj bilardën lagje, ku ti i vë rregullat si ta ka qefi ty, çdo gjë rrotullohet brenda dhe rreth asaj bilardoje, ku tërë ata që kanë stake janë 5 burrat e fort lagjes që kanë edhe pronësi mbi bilardën dhe kryesisht vendosin se kush do luajë, kush do gjujë, dhe jemi të mbyllur brenda një ngjarje të shumë të kufishme që ka impakt jashtëzakonisht të madh tek gjithë popullsia dhe gjithë territori. Unë e kam dëgjuar shpesh edhe e ti e ke artikuluar shpesh këtë që ka marrë vota më pak edhe ka marrë mandate më shumë. Po si mund të 40.000 vota më pak e 9 mandate më shumë? Ma lirë ta thjeshtoj. Nëse ne jemi të dy në garë me njëri tjetrin. Ti ke 10 votues, unë kam 10 votues. Nëse të 20 këta vinë dhe votojnë, mua do më japin 10 mandate, ty 10 mandate, pra jemi 50 me 50. Në momentin që ne garojmë. Po kjo dihet më, nuk thashë jashtë. Ata 10 që më votojnë mua nuk vinë fare të paraqiten në votime. Dhe vinë vetëm tashmë jo 10 të tu, po vjen një më pak. Dhe vinë 9. Ti do marrësh 20 mandate me një vot më pak nga zgjedhjet e kaluara. Që do thotë këtu ka një problem të madh me të mitë që nuk erdhën të votojnë. Nuk ka një problem të madh me fituesin që mori diçka më pak apo më shumë se sa zgjedhjet e kaluara. Miguel, unë kur them është dramatike, nuk e them thjesht për t'ja vesh tërfajin atij që fitoi. Nëse Rama do kishte 10.000 vota më shumë, do ishte i legjitimuar për atë që ka? Jo. Unë po them që kur quhet dramatike, e quhet në kompleksitet. Dramatike është për një parti të kalbur që ka 4 mandate edhe që s'ka bërë absolutisht asgjë të mirë Shqipërisë. Ti ke opozitën në këtë rast që është një gjendje, domethënë ta quash dramatike është, nuk e di, është azbusur shumë. Ti ke një sferë civile e cila me thëndër është dobësuar shumë dhe e shoh kombas kohë që po humb gjithmonë më shumë terren, po bëhet më absurde, më qesharake. Edhe ka humbur, më duket komplet të ruan. Do ta cekim çik më vonë, po mos më kalon nga Rama, se do shkojmë pak më vonë tek shoqëria civile. Po pse e quajta dramatike, pra se se përcaktova si dramatike, por nuk ka lidhje thjesht me fituesin. Ka lidhje me tërë ato situatë që unë e shikoj dhe e lexoj dhe e shoh gjithmonë më të vështirë që këtë absurd të gjarpër që po ha veten, ta lëshoj kafshimin dhe të shpëtoj trupin e vet. Për ne quhet dramatike kjo është, sepse shikoj një trup të degraduar që vazhdon të degradon. Dhe ti e kupton që gjithë ky lloj degradimi i jetës politike, e cila në mënyrë të pamerituar ka gravituar si vrimë zez tërë energjitë e kombit, i ka marrë, i ka thith, i ka tharë, i ka shkatruar komplet. Dhe ti shikon pastaj shifrat e moshës edhe këtë demografike ku ta diun. Shikon shifra dramatike, thua ku jam, jam Sudan, ku jam, domethënë çfarë po bëhet, e kupton? Njerëz që, do thënë, po ti marrësh njerëz që nuk lindin në Migjen. Nuk lind më njëri, jo se s'ka fuqi fizike edhe kështu, nuk lind më njëri se nuk i hyn atij muhabeti fare. I kam bërë 2 me thënë. Po, i ke bërë 2, po shiko ç'a ndodh. Shiko, kjo është shumë e vërtetë dhe unë kuptova një gjë. Njerëz që nuk martohen në Migjen, njerëz që nuk ndajnë shtëpi bashkë në Migjen, kanë hequr dorë njerëzit nga të jetuarit, janë bërë të gjithë të kurrur edhe tutur në një farfeje, domethënë që nuk jetojnë dot, këtu është vrar, si më thon tharmi, më zhvar limfa, kupton? Po pse mor? Sepse kjo është shqiptarët kanë qenë më të varfër në 45-90. Po nuk po flas thjesht për emigrimin. Nga 800.000 u bën 1 milion. Kjo është mokesë emigrimi, është mokesë emigrimi, sepse kjo është, si më thon, një dramë e jetuar, nuk është thjesht një, si më thon, një ngjarje që prodhon një eksod.
ku njerëzit Po ikin. ku është drama se këtë po e votojnë, ku se kuptoj ku është, domethënë si është drama. Kjo është drama më e tmeshme, sepse në Shqipëri për shkak të sistemit piramidal është ndërtuar një shtresë shoqërore e cila sot po han, po mban, po grin çdo lloj resursi kombëtar dhe kryesisht po e han tash edhe në kurriz të tjerëve. Dhe po ta shikosh me kujdes, shikoni pak sa është zgjeruar administrata publike. Nga 120 sa mund të ishte, ka vaj 190, gati 200.000. Pra është gati, po them unë 78%, gati 100% e asaj që ishte. Çfarë do thotë kjo që ne kemi, jo një sekond. Jam dakord me Ervin. Po jo, po kemi ndërtuar një shoqëri e cila po han veten e vet. Gjarpi po han veten e vet. Janë të gjithë punësuar në shtet. Janë të gjithë po han këtë gjë, ne po ham trupin ton. Ka një libër tash më dorë që kjo më ndoshta edhe më ka frymzuar pak, po merrem çik këtë ditë, që quhet Cannibal Capitalism e Nancy Fraser dhe flet pikërisht për këtë dhe ajo kritikon pak Marxin sepse thotë që dakord Marxi thotë shikonte këtë pjesën e luftës klasave kryesisht bazuar tek ekonomia dhe tek momenti i prodhimit. Kurse ajo thotë në fakt thotë kapitalizmi kontradikt në vërtetë e kap me ata që janë me aspekt jo ekonomik dhe merret me natyrën, merret me politikën, me shtetin, me gjitha këto që ne po i humbim me hapësirën civile dhe me ato që quhen hapësirën riproduktive. Çfarë është hapësira riproduktive? Hapësira riproduktive sipas saj është çdo gjë që në kuptimi e gjeneron jetën, e shtyn përpara. Jo prodhimi ekonomik, por riprodhimi, sepse dhe prodhimi ekonomik është në shërbim të riprodhimit. Po jo riprodhimi kuptimin thjesht biologjik, po shoqëria që rigjeneron veten. Dhe sipas saj kontradikta më e madhe e kapitalizmit sotëm që ka kaluar thotë ajo nga exploitation që ishte si me kuptimin e shfrytëzimit me kontratë, që unë të fus ty dhe të thith mirë, me expropriation, pra kemi kaluar në fazën më ekstreme të akumulimit të kapitalit, që është tashi është shpronësimi, të marrë gjithçka. Dhe po ta shohësh me kujdes, ti ke masat popullsisë, duke më përfshirë dhe mua me qira fjala, që s'kemi asgjë në dorë, më kupton? Unë sot jetoj më keq se që jetoja me 600.000 lekë rroge. Beson apo s'e beson? Sepse kur shoh çmime dhe kur shoh gjë, është merr më burr, është merr. Ti nuk kalon dot një ditë, po nuk harxove të paktën 15.000 lekë me ngrënë si njeri. Ti hash vakte tamam të hash si njeri. Është vërtet. Po me 15.000 lekë në ditë i thon të haxhosh 500.000 lekë muaj vetëm për ushqim. Dhe po ta flas me shifrat e BE-s, e kanë nxjerra. Shqipëria është i vetmi vend në Europë që haxhon 40% të tërë buxhetit për ushqim. Ndërkohë që mesatari europian është 13%. Kjo është për mua drama, që të kuptohemi pse po përmend fjalën dram, sepse duket sikur fjalë e madhe, duket si fjalë e rënd, po kështu është. A e shohin të tjerë kështu? Mua s'më intereson fare se si e shohin të tjerët, më intereson si e shikojnë ato absolutisht i intereson. Jo, më intereson si e shikojnë ato njerëz, ato organizata, ato formacione që unë besoj dhe që dua që të kenë të njëjtën ndërgjegje dhe të njëjtën mobilizim si unë. Dhe prandaj unë ndërveproj thash dhe një herë në mënyrë shumë selektive vetëm ata që mendoj që po bëjnë këtë luftë që kjo gjë të mbaroj. Domethënë të paktën të kufizohet dhe dobësohet. Dhe nuk ndërveproj me asnjëri tjetër. Të gjithë tjerët i quaj pjesë të këtij sistemi, pra pjesë të dramës. Se e lam pak pa. Është e bukur ajo, e dramë. Thua jam selektiv, edhe komunikoj vetëm me ata gjithmonë më shumë. Gjithmonë më shumë. Po. Çdo më thënë gjithmonë më shumë, që gjithmonë më shumë e shikojnë ramën më mirë. Si? Do të thënë pjesa, nëse ti bëhesh gjithmonë edhe më shumë selektiv, pas zvoglohet rrethi atyre të cilëve të kuptojnë njësoj. Do të thotë që zmadhohet rreshti atyre të cilëve shikojnë ramën më të mirë? Eksakt. Kjo është drama. E ke lexuar, domethënë fiks. Vetëm se mua e kam të paqartë si dilet nga kjo. Është shumë e vështirë dhe më pëlqen që përmende të kuptimin SIA, sepse SIA mua më pëlqen shumë nga këto teoritë e shkollës Palo Altos. Ata thonë që nuk mundet të gjendet një pse, një shkak i vetëm, dhe pastaj thuash që tash që gjeta shkakun e kapë përfyti dhe tash do ta ndryshoj. Jo, është tëra për të kuptuar pra për të kuptuar se si janë, se thash, një pjesë e mirë e aktorëve veprojnë ashtu dhe janë futur në këtë vorbull pa dashje. Dhe i pjesë e kuptojnë, po i pjesë edhe nuk e kuptojnë që po i shërbejnë kësaj gjëje. Për shembull, unë kam parë dhe kam kritikuar shumë mënyrën se si ka artikuluar Agron Shehaj në publikisht, do të thonë kam
Sepse shumë nga ato gjëra që ai thoshte, me idenë që unë thoshte do jemi alternativë kundra pushtetit, por 80% gjërave që thoshte është ajo që pushteti bën sot. Dhe mënyrë dhe përmbajtje dhe në gjitha. Dhe thoshe, o zotëri, çfarë po bën domethënë? Se kjo që ti thua nuk është kundra pushtetit. Kjo legjitimon këtë lloj modeli, se pushteti nuk është thjesht kuçedra. Pushteti është pikërisht është ajo që ti e kape perfekt, që është infrakuptimi, është ambientimi, kur ty të bën të jetosh në atë mënyrë që ti të fillosh ta ushqesh atë të keqen. Pra kur ti fillon e harxhon paran, ku të di unë, ta zëm u për veten time sot, ta them shumë sinqerisht, nuk do shkoja kur të kërkoja një shtëpi duke e di që 80% e tregut është i tërë i pisët. Nuk do shkoja mu, sepse nuk do ushqeja me lekun tim në këtë lloj tregu, nuk ka shans. Po të mos e njihja mirë, po mos e dija mirë që kush është, unë bëj seleksion të paparë se kush shkoj blej, nuk shkoj blej do kudo. Sepse më intereson që të paktën me lekun tim mos ta ushqej këtë lloj dreq sistemi, më kupton? Sepse ta çka kanë bërë, na kanë futur të gjithëve tash në vorbull dhe ne me infrakuptimi ushqejmë këtë sistem që neve po na han. Dhe vetëm gjë është që ti ta kuptosh, duhet ta kuptosh thellë dhe që ti kundërvihesh me të gjitha forcat, dhe të kesh mbi gjitha kurajën për ta pranuar të vërtetën. Dhe jo të bësh cinikun dhe hipokritin siç bën shumica që dalin televizorët dhe s'duk thon, dhe mbasi mbyllet ekrani pastaj vazhdon një jetë komplet normale. Di që ka njerëz shumë të kënaqur me këtë lloj sistemi. Shumë, sidomos ata që dalin televizor. Pjesa më e madhe aty që dalin televizor janë njerëzit më të majm, më të ngi, më sepse mendoj që hapësira televizive në Shqipëri është një hapësirë është i lloj çmendine, është i lloj legjitimimi simbolik i asaj që është praktikisht drama që ne folëm, dhe nëse do ta vazhdojmë ta zhvillojmë. A ka momente kthejse, domethënë a shikoni që kjo lloj pasqyre që ti e bën, a mundet të ketë flukse nga ku mund ta shkundin edhe të jap një lloj kthese, se pak a shumë tingëllon me një lloj mosbindje civile. Mirë, po kjo lloj mosbindje civile është shumë e vështirë të bëhet e organizuar dhe jo më që ti fton në një revolucion të heshtur të mosbindjes civile që mua më duket një utopi kështu par excellence. Unë besoj që nga ndryshimi nga brenda, nuk besoj nga ndryshimi nga jashtë. Kush ka menduar dhe besuar që ndryshimi do vi për shkak nga diaspora, se është e pakapur, është këtë ku e diun, për mua ka qenë shumë naiv. Unë e kam të shkruar në 10 statuse këtë gjë që kam thënë që nuk ka përter kur do të ndryshimi nga diaspora. Sepse është e pamundur sociologjikisht të vi nga diaspora. Se bukur kjo. Nuk po them që janë kundra votës diasporës, që mos të ngatrojmë. Nuk po them që janë kundra, jam shumë pro, por ky model që kishim ne kësaj radhe ishte i frikshëm. Edhe ashtu doli. Ka dalë një 67% duket edhe sa ka dalë. 7% edhe pse nuk i bën, kam përshtypjen që edhe forcat nuk i bën llogaritmë. Qira fjala partia pushtet ka dalë më mirë diasporë se sa këtu brenda. Do merrte më shumë si është mundur. Po kjo vlen për tu vlerësuar, po unë mendoj që edhe partitë e opozitare nuk i bën llogarit mirë. E morën diasporën për të mirë qenë. Më që ka ikur do votoj për ne, mos lodhemi, s'kemi pse u shkojmë, ndërkohë që nuk rezulton. Për ta vazhduar këtë diskustim. Thjesht edhe unë të ngacmoj tek kjo që ti e preke, që nuk vjen ndryshimi nga jashtë. Në historinë e Shqipërisë ka disa momente thyrje të mëdha, që është një figura jonë më e rëndësishme kombëtare që është Skënderbeu, që është një fluks i ardhur nga jashtë për t'i dhënë një milestone vendit ton brenda. Ndërkohë ka një moment të dytë që është rilindja kombëtare dhe pavarësia, ku sërish janë flukse të ardhura nga jashtë, të cilët vënë një milestone të dytë të vendit. Ata janë të edukuar nga jashtë. Skënderbeu ka luftuar 25 vjet në Shqipëri. Po 25 vjet mbasi po çfarë rëndësie ka? Ai u ngul këtu, s'kishte më. Po Pashko Vasa për shembull është edhe i lindur jashtë dhe shkriu tër pasurinë me për çështjen kombëtare. Ata janë njerëz që kanë qenë ku kanë qenë, kanë bërë çka kanë bërë, kanë vajt këtu dhe janë ngul këtu, kanë kontribuar gjithë jetën këtu. Ai s'mund të qoftë shpëtim nga jashtë. Ai patjetër fal edukimit dhe gjitha që kishte marrë atje, kishte një epërsi caktuar, kishte vizioni, edukimi dhe gjitha. Po nuk përjashtohet kjo lloj formë, domethënë për thua që duhet bëhet nga brenda. Ora unë nuk po them, në të vëmë kufit.
unë po them që nga brenda nuk kuptoj që vetëm njerëzit të cilët duan ta jetojnë këtu për ditëshmërinë dhe jo ta jetojnë në Shqipërinë nga jashtë, edhe ta zgjidhin gjë nga jashtë. Unë isha pro votës diasporës, kam qenë pro një votë diaspore e cila të kishte një zonë elektorale më vete, sigurisht të kishin mundësinë e votës të gjithë ata që ka një lidhje me Shqipërinë dhe jo ata që i kanë shput çdo lidhje me Shqipërinë. Nuk mundet çdo njeri që ka 35 vjet, 40 vjet që s'ka asnjë lidhje as taksash, as prone, as gjë, as lidhje dokumentacioni, as gjë, dhe thjesht fakt ka etiketën e kësaj të ketë drejt në votë sepse nuk ka asnjë lloj steku më bur me shtetin që të shkojë të votojë. Çfarë di njëri që ka jetuar 40 vjet në Australi për çfarë ndodh në Shqipëri? Më vjen keq domethënë. Çfarë di? Po shikoj Ervin. Po çfarë? Mua më vjen keq të them që ka dhe në Shqipëri që nuk e di se çfarë ndodh në Shqipëri. Ti je shumë e sigurt që ata janë shumë më pak dhe ti je shumë e sigurt që ata janë njerëz cilët kanë më shumë mundësi ndryshimi se sa një njeri që është komplet turist. Ndonjëherë di çfarë halli kam ndonjëherë me veten, se unë jam të njëjtat pozita me ty pavarësisht se në këtë komunikim po mundohem të bëj pak shejtanin. Ndonjëherë mendoj që a mos jemi ne ata që e shikojmë kaq zi situatën. Edhe jemi ajo pakica rebele obskurante e cila nuk refuzon ta shoh atë që sheh pjesa tjetër e shoqërisë. A mendon ndonjëherë me veten kështu? Jo, nuk është zis. A e vjen ndonjëherë veten dyshim? Edhe në komunizëm ka pas kënaqësira jeta, kupton, mos të flasim tash kështu. Unë nuk po them që jeta ime nuk ka asnjë kënaqësi. Nuk besoj se ka pasur dhe unë s'kam asnjë lloj shpërblimi, asnjë lloj motivi. Mua jeta në Shqipëri është e mrekullueshme në shumë aspekte. Okay. Familja, natyra, njerëzit, ku të di unë, nuk i gjen asnjë vend tjetër. Nuk diskutohet kjo gjëja. Ne po flasim për një vend i cili aspiron për të qenë vend demokratik. Unë gjithmonë marr atë për cilën kam luftuar. Nuk është vend demokratik Shqipëria? Jo, vetëm s'është vend demokratik, po sot është një nga modelet e vendit antidemokratik. Është kthyer tamam një model i një vendi antidemokratik që me qira fjala lirit në Shqipëri janë kufizuar jashtëzakonisht dhe mendoj që janë në tërheqje të kështu konstante. Cilat liri për shkak? Duke filluar që nga liria akademike, shoh ambientin universitar është bërë totalisht i pa, do thon, ka humbur komplet kur kanë filluar punë 2000 filluar herët, po më mend që nga 2008, 2009, 2010 bëshin atëherë kishim një forum për liritë akademike, kemi bërë fushata të tëra për mbrojtjen e lirisë akademike, ku do diun, sot ka mbaruar gjithçka. Gjithë janë futur në xhepin e pushtetit. Mos akademia nga që nuk prodhoi dot elit, shkoi me shumë dëshirë dhe vullnet të lirë te kryeministri. Jam krejtësisht dakord, por di vetëm një gjë që sot liria akademike për ata që duan të mendojnë lirshëm është jashtëzakonisht e kërcënuar. Këtë mund ta them me shumë bindje. Unë i frymzuar, duke marrë disa, unë jam dakord me ty edhe këtë edhe analitikisht, domethënë edhe akademisht. Më japësh një kola të lutem, është një Elvisi aty më pëlqen. Kola? Ku është Elvisi? Kjo kola këtu? Ma kota i si pash i emër aty. Vetëm do ja kërkoja Elvisi. Të na ndihmonte kola për të marrë kolën. Do na japi ndërkohë që një kolë. Un kam edhe ca minuta, do të lodh edhe pak minuta. Koca për sa për thyrje. Elvisi, duhet ta kishim menduar, duhet ta kishim marrë me emrin. Jo, mos ka gjë. Një miku Joni Përbashkët për publikun që një miku Joni Përbashkët ka bërë një shkrim shumë interesant. Unë e çova më shumë Pavio Gjini. Reklam Coca-Colës. Coca-Cola na ka hyrë në sistemin nervor, kështu që nuk quhet reklam. Un tash po mundohem edhe ta kuptoj nëse ti punon për korporatat ose jo, po. Ose ka shumë konspiracionistë që mund të interpretojnë që ti je në funksion të korporatave në këtë. Mos e humbim fokusin. Deri tani ne vetëm konspiracion që s'kemi ushqyer, por sigurt që po filluam do japim më shumë audiencë. Do të sjell Ramën. Edhe u frymëzova nga një komunikim i jote në një podcast para pak ditësh në A2 CNN, ku ti thoje që Rama është më shumë se sa, domethënë është mbret. Por
Por nga ana tjetër, nuk e kam ide, e kështu kam me formuluar eksakt, no? Po, është domethënë është më keq se sa mbretit e tij, sepse mbreti edhe ja di pushtetin. A është më keq se mbret, domethënë, pra është më keq. Mbretit ja di pushtetin dhe e kupton, kurse ky të vjen si mbret edhe pa qenë kam thënë këtë gjën, po, shumë e vërtet. Kam thënë që është më keq se mbret, sepse pikërisht e ka pushtetin që ne nuk e diktojmë. Pra ka një shtrirje pushteti të cilën ne nuk e dallojmë dot, që është i nëndheshëm, ka mundësi ndikimi në shumë plane. Kur shoqëria vjet përballë Ramës, në kuptimin e asaj pjesës së shoqërisë që është opozitare, dhe Ramës i del përpara dhe i thot Ramës një diktator gjithëpushtetshëm. Ndërkohë, ne kemi një Ram sot të përgjysmuar në aspektin e shokëve të tij nga një prej pushteteve që është pushteti i drejtësisë. Dhe nëse ka pasur një lider në këto 35 vite që ka një kontroll të dobët mbi ose ti mund të pretendosh që e ka të fortë ende, po them më të dobët se kryeministrat e mëparshëm, është kryeministri Rama, ku një pushtet ai i drejtësisë i ka shkaktuar gjakderdhje masive. Askush nuk e kapitalizoi politikisht, kjo është gjë tjetër. Po në aspektin e grumbullimit të pushtetit, ashtu siç e bën një diktator, ky dukshëm njerëm nuk e kontrollon dot. Në aspektin e lirisë, vetëm se më intereson, domethënë, pikërisht unë këtë kur ka ai podcasti i referuar, pikërisht kam thënë që ka një lloj pushteti të padiktueshëm. Dhe nëse kishte një rol spaku për të bërë, është pikërisht mos të gjej ato figura të cilat në moment caktuar ekspozohen me fushat agresive mediatike. Keni parasysh Arion Velia është mbajt 2 vjet, 3 vjet e kanë masakruar komplet një herë në media, kryesisht po them unë mediat opozitare, pastaj nga pak filluan dhe këto mediat që edhe këta vetë që me një leje nga ai filluan me lëshu nga pak dhe e kanë çentruar, e kanë fokusuar deri kur i erdhi data. Unë po flas për atë pushteti që për shembull sot kemi paranepisën në Shqipëri, që është i pushteti i nëndheshëm, që është jashtëzakonisht shumë i fuqishëm, që për mua është pushteti që e mban Ramën realisht. Unë të garantoj ditën e parë që do anullohet një leje ndërtimi kulla e madhe, 50 kate, 100 kate, ku do diun, Edi Rama nuk e ke më në pushtet. Sepse pushteti i tij është pikërisht aty dhe ne çfarë bëjmë domethënë ne mendojmë se pushteti është tek partia politike, shikojmë sa veta futen në burg dhe mendojmë që duke futur në burg njëri tjetri pa ata nuk janë vetë gur, ata janë vetëm gur, si gur shau, kështu që bien rrollohen Po ky demonizimi që përgjithsisht Partia Demokratike i bën Ramës që është. Po nuk është demonizim, Partia Demokratike e ka bërë bajloz Edi Ramën, e ka ngrit, e ka veneruar, sepse thot për çdo gjë është ky thotë që e ka fajin. Më mirë që ti thua ky fajin, ky është i pathyeshëm atëherë. Atëherë luftë ndaj kujt po bën? Nuk është kjo. Çështja është se lufta bëhet pikërisht tek sistemi që e mban, tek modeli që e mban, dhe modeli që e mban, po them, është ndërtimi i kullave dhe pastrimi i parave të pista. Ky është modeli ekonomik që e mban Edi Rama në pushtet. Prandaj them që është shumë e vështirë. Dhe unë drejtësinë e mas me këtë sa arrin të heqi bazamentin, sa arrin të dëmtoj themelet, jo të gjykojmë mbi drejtësinë se sa veta fut në burg me normë kooperative. Unë dikur e kam në fillim fare, me thënë drejtën, e kam qytë Spakun një lloj kooperative viteve të burgut. Po, ashtu e kisha mendimin, pastaj kur fillova pash kishte edhe evolucioni, me thënë drejtën kishte edhe pendeze, dhe pse kam rënë kaq që në fillim këtë diun, kurse tash jam i bindur që kam pas shumë drejt. Un jam ende tek ajo dehja mbas këtij institucioni edhe ja, unë nuk e kam. Vazhdoj të ruaj një lloj e kam për krahur, por nuk e kam. Simpatia. Dhe me thënë drejtën nuk gjej në një moment ku mund ta humb simpatim për këtë institucion. Ndoshta s'ke vullnetin të shohësh. Të shohësh. Jam ajo audienca e humbur e fjalëve të tua. Jam ajo, je pak mendoj unë që është një formë që edhe unë absolutisht në momentet e caktuara kam pas. Është një formë iluzioni që është një formë midis iluzionit dhe deziluzionit. Po çfarë iluzioni ka, domethënë është një strukturë që ka shkatruar grupe kriminale të jashtëzakonshme. Sepse ne nuk kemi mjet tjetër. Qeverisë si ti kanë çuar në burg, çfarë duhet të bëjmë më, kupton tani? Fatkeqësia jonë që ne nuk kemi mjet tjetër. Po çfarë duhet bëj tjetër Spaku domethënë? Për mua Spaku vetëm të qeverisë, vetëm të japim shtetin, edhe të bëj politika, të marr vendime mbi ligjet. Të garantoj unë që ti do shohësh arrestim pafund dhe në rangje më të larta. Dhe po të garantoj unë që kullat dhe ndërtimet me para të pisa do vazhdojnë. Dhe më thuaj ti mua, po ti ke kryetarin e bashkisë në çfarë lloj realiteti jetoj unë kur arrestohen me 10 politikanë dhe të rangjeve të larta dhe vazhdojnë kullat ngrihen nga 100 kate. Tani çfarë më thon kjo? Po kulla është pjesë
e një strukturës së ekonomisë nuk që ke normalizuar edhe ti ndur. Jo, po domethënë nuk më bën lidhje nëse Spaku shkon edhe i arreston kryetarin e Bashkisë Tiranës. E bashkisë më të madhe në vend, domethënë çfarë duhet vetëm të na ri këtu te dera me pistoleta. Ke kërkim sot që ke kulla të dalluara që janë me persona lidhje konkrete që i kërkon Spaku dhe nuk është vajt në një ditë me konfiskuat, me pa nga me çfarë lekë ndërtohet kjo kulla. Kulla vazhdon ndërtohet, ndërkohë këta vazhdojnë. Mira tani, përgjigju. Kulla. Tani se po ta lidh edhe me fillimin. Po. A ndjen që qytetarët nuk të kuptojnë kur ti i flet për këtë fenomenin e kullës. Edhe e di pse them, unë jam i lidhur profesionalisht me kullën, edhe për shkak të formimit akademik. Po jo, më çfarë lidhje ke me kullën? Jo, po them formimit akademik për ta kuptuar. Architekt i ndriçuar, je piktor. Ç'lidhje ke ti me kullën? Do ishte mirë të kishim nga e kulla. Po të kishe lidhje ti me ku jo, unë për veten nuk më krijon shumë neveri. Jo, po shiko. Më krijon shumë ankth, ta them sinqerisht. Më se ka gjë që ne na krijon ankth ti shohim, imagjino me qenë pjesa asaj më nxyre. Një lloj aspekti jemi duke bërë edhe kështu një seancë psikoterapie tani, se manzorrat e kullën dhe të shikon djeshtë mia që shiko, kjo është një nga ato kullat që edhe ti ke protestuar. Po unë nuk e solla për kullën atësin në vetvete. Po e solla tek boshllëku i madh i komunikimit midis teje dhe qytetarit. Problemi është se ti shikon kullat, jo nuk shikoj kullën, më thënë, po mund ta shpjegoj pse. Ja, vetëm ta mbaroj. Pjesa e mirë dërmuese e njerëzve me të cilët unë komunikoj ose qytetarët të cilët unë shoh rreth e rrotull, e konsiderojnë kullën element të zhvillimit. Po t'jap disa sendimente që unë i kam krijuar nga komunikimi dhe bashkëjetesa me bashkëqytetarët e mi në këtë qytet. Është vërtet dhe unë deri në moshën 10 vjeç e shikoja si mjet zhvillimit, po e shikoja filmat me bardhezi kur isha kalama. Ta garantoj unë që është edhe më tej se 10 vjeç. Shikoja New Yorkun dhe më thoshte me thënë drejtën më dukej si vendi më i zhvilluar për shkak kullave. Kur isha 8 vjeç shikoja bardhezi televizor me televizor lura. Po tani jo. Shoqëria e konsideron kullën element zhvillimi. Dhe ndërkohë që ti bashkë me mua i kemi kritikuar këto kulla, ne kemi qenë një shkëputje totale me qytetarët që cilët i kam kriminalizuar, domethënë, se kritikuar është, se di çfarë do të thon, po i kam kriminalizuar. Po. Dhe për mua janë komplet kriminale. Po pse nuk shikon kulti atë? Sepse këtu kemi të bëjmë me një proces transformimi i cili është elementi i një pasurie që nuk, do të thënë, kjo vetë nuk prodhon asnjë pasuri. Kjo vetëm ngrin pasurinë. Dhe pasuria që kjo kullë që mund të ndërtohet, po flasin për miliona euro, nuk ka sot firmë ndërtimi në Shqipëri që të ketë pas performancë ekonomike që të ndërtojë këtë gjë. Nuk ekziston. Sepse kjo mund të jetë një investim, ta them këtu 60, 70, 80, 100 milionë euro. Nuk ka firmë ndërtimi sot në Shqipëri që mund të hedhë 100 milionë euro në një ndërtim, se i bie mos bëj asgjë tjetër. Sepse kjo është i rrisk shumë i madh, domethënë. Kjo kulla që është këtu, është i risk i jashtëzakonshëm. Kush do ishte një firmë normale që do jeti 100 milionë euro vetëm një ndërtim në një gjë. Nuk ekziston. Atëherë si ka mundësi që hidhen këto 100 milionë euro me firma që para 2 vjetësh, 3 vjetësh kanë qenë zero inekzistente. Shumë thjesht, ta shpjegoj unë. Jo, çfarë do shpjegosh? Ta shpjegoj unë se si hidhen 100 milionë dhe ka si hidhen e kuptoj unë, po. Jo, është shumë e thjeshtë, shiko. Për shkak të legjislacionit në Shqipëri, biznesi i ndërtimit është një nga bizneset më të thjeshta për të bërë. Nëse ti ke lidhjet e duhura për të marrë në një zyrë një firmë për një lej ndërtimi, që do të thotë nëse ti siguron konjunkturën për të siguruar një firmë, një lej ndërtimi, ti nuk ke nevojë fare për një kapital për të ndërtuar edhe objektin më të madh në vend, sepse në Shqipëri nuk shitet apartamenti, shitet ajri. E di shumë mirë. Që do të thotë, në momentin që ti ke marrë një firmë, ti nuk ke nevojë fare të kesh lek. Në atë firmë ti e vej një tabelë në mes të qytetit dhe ty të vijnë si miza gjithë qytetarët shqiptarë që kanë bërë një para ose ata që kanë qenë jashtë vendit dhe ty t'i japi një kapital shumë më të madh se sa do të duhej 100 milionë. Domethënë ty shqiptar t'i japi në ajër 200 milionë euro që ti të ndërtosh atë kull 100 milionë euro. Po, vetëm se ka një ndryshim. Ky model që thotë është shumë i vërtet, por ka qenë nga vitet 90-ca, 2000, ndoshta para 2000. Jo, vetëm një sekondë, unë e di shumë mirë. Dhe unë mbaj me një firma mile që ishen edhe nga Kruja, unë vetë nga Kruja,
edhe në atë kohë unë vetë nuk është se kam blerë nga këta, po dëgjoja nga këta afërit në mjeku dhe diun. Edhe këta ishin investitorë, ishin si më thon pjesa më spekulante po ishin edhe më vërtet më të guximshmit. Cilë çfarë bënin domethënë, merrin kryesisht lek dhe mbi këtë asetin që thua ti që këtu fillon spekulimi, sepse gjithë problemi është tek leja ndërtimit. Leja ndërtimit për mua është si më thon tamam ekzekutimi me vdekje i ekonomisë shqiptare. Sepse leja ndërtimit do thotë që ti jep ekskluzivitet një ndërtuesi në një pronë caktuar që të ndërtoj një aktivitet ekonomik që mund të pasuroj 100, 200, 300, 500, 1000 veta dhe mund t'ja shkatroj jetën 700.000 vetave të tjerë. Po kujt do t'ja shkatroja atë? Po më fal, kjo gjëja këtu çfarë do duket? Por mua më duket një shëmtie e madhe. Jo, s'është puna shëmtie, më çfarë do duket? Aty e di si janë duke u bërë reklamat aty tani. E ke iden sa hajde për vetëm 1 milion euro apartament. Për vetëm e ke iden se çfarë kostosh ka kjo nesër që është në territor, pra pavarësisht se kjo është me titull është privat, por i farkuptimi kjo është, si më thon, është si copa e shkombit që ne e kemi të gjithë përballë, e kupton? Kjo është si copë shkombi që e kemi përballë dhe një ditë ne do merremi me këtë gjë, ose do ikim gjithë si popull ekzili dhe do shkojmë të ngulemi diku tjetër. Ne kemi vetëm dy zgjedhje, ose do t'i japim dum kësaj çfarë do bëjmë me këtë gjë, ose do ikim nga këtu të gjithë bashkë. Dhe jemi mendojmë në pikën kritike që cilën nuk e di mirë se çfarë do bëjmë. Një pjesë e kanë zgjidhur, kanë ik. Ne se kemi zgjidhur akoma dhe po luftojmë që të mos ikim dhe të japim dum çfarë do bëjmë me këtë kullën. Sepse kjo nuk është gjë tjetër veç se një gozh, vetëm si një kunj që është ngul aty dhe që shoqëria do merret me to, sepse kjo, nuk po them ndotje herë që krijon, që është e tmeshme. Nuk po them për model zhvillimi ka zgjedhur Ervin. Kush e ka zgjedhur? Edi Rama? Por e ka zgjedhur Edi Rama dhe kryetari i bashkisë që është brenda. Tani për këtë model zhvillimi këta vend votohen. Po jo më migjen sepse nëse si do ja bëjmë ne? Do zgjidhesh vetëm për këtë lloj modeli zhvillimi ku ta diun, atëherë le të merremi vetëm me kullat dhe të bëhet një panajër kullash atje dhe ku të shkohet. Ja të jap një tjetër. Ku të shkohet për të votuar? Alabari në Durrës. Alabari ka të njëjtën projekt të ngjashëm, ka bërë në Beograd para një dekade. Edhe unë isha para 2 ditësh. Super protesta në Beograd. Njerëzit ishin jashtëzakonisht të shqetësuar që Vučić po jepte një pjesë të territorit të Beogradit për ta bërë Gradaçela. E di çka ka ndodhur në Durrës? Në Durrës unë nuk kam gjetur një njeri që të ndjejë ndonjë problem nga kjo ndërhyrje dhe ky investim. Po të them, jo vetëm që nuk kam gjetur njeri që ta konsideroj problem, po pjesa më e madhe janë entuziast. Dhe unë kam gjetur qytetar në Golem që ishin entuziastë se do ju rritej prona se po bën Alabari 4 pallate në Volga. Me thënë një distancë që nuk impaktohet fare. Kjo është ekonomia kanibale pra Migen, sepse ekonomia kanibale thotë që unë mjaftoj që të rris pronën në mënyrë absolute, pra vlerën e pronës, dhe nuk ka shumë rëndësi se kush ma blen. Pra këtu nuk ka një kozion midis shitësit dhe blerësit. Këtu ka vetëm shica dhe blerës është gjithmonë humsi. Dhe unë këtu kam bërë një shkrim para ca kohësh, kur flisja për Tiranë dhe thoja 10 pabarazi dhe shikoj këtu ka pabarazi dhe mes atij që jep me qerat dhe atij që merr. Sepse do duhet që edhe ai që merr me qerat të kishte një përfitim nga kjo gjëja. Ai që blen e han 10 fish. Dhe unë që blej shtëpi dhe ai që shet shtëpi, ai që shet shtëpi për shkak lejes mund të ketë marrë 10 shtëpi. Shikoni çfarë sistemi ekonomik dhe unë që jam pedagog universiteti që kam vetëm rrogën, më duhet që të rropatem për t'ja dalë për ta marrë atë shtëpi dhe mund të futem 50 vjet kredi që t'je dalë në krye edhe ta gëzoj atë shtëpi. Dakor? Tani në fal ekonomi është kjo? Pa ndërtime sociale, pa skema subvencioni, pa ku ta diun llogari se kush i merr, kush i blen këto shtëpia. E di që sot sipas shirojve që kanë nxjerrë vetë gazetarët janë gati 60.000 të regjistruara të ditura apartamente bosh. Ç'më duhet mua ky 100 kaçi këtu? Ku unë kam apartamentet në bosh. Po ç'a duhet me frysyt? Po ç'a duhet mua? Po Shqipëria kryeqendër arkitekturës botërore. Po ç'a më duhet mua kjo gjë? A do mendojmë ne se si ta komunikojmë këtë me pjesën tjetër të shoqërisë? Patjetër, ky është sepse unë nuk kam asnjë pikë pyetje ndaj asaj që ti thua. Vim aty ku unisëm. Këto ka ndodhur, aty ku unis. Komunikimi sociologjik, do thotë ti me tjetrin duhet ndash empatinë, gjendjen. Ne mos po I flasim një audiencë që nuk ekziston. Jo, këtu s'jam dakord.
Si jam dakord se thash, unë ti ke 140.000 votues që nuk kanë votuar as njërin parti as tjetrën, por edhe votuesit e Partisë Demokratike, me thënë drejt, nuk kanë votuar, ta them unë, partin pushtet, s'dua as ti paragjykoj, as ti shaj asgjë, por mi farkuptimi edhe ata me votën e tyre kanë shprehur për mendimin tim një mos pajtim me pushtetin, po edhe ata janë një 500.000. Nuk janë pak. Pra, ti hysh me llogari, janë diku 650.000 votues që nuk e kanë votuar këtë gjë dhe nuk e pranojnë, dhe ti e di shumë mirë që në demokraci ajo që është, për të kuptuar nivelin e demokracisë së një shteti. Po nxorë kaq shumë. Jo. Po merr dhe ata që nuk kanë votuar fare? Jo, po them vetëm kaq, që niveli i demokracisë së një shteti kuptohet se sillet me pakicën, thotë Zhoni Sartori. Nuk e qartë. Sillet me pakicën, ajo është thelbi i demokracisë. Nuk është, unë kam shumicën dhe bjeri shkelma dhe thy brinjet. Nuk është kjo shumica, i quhen tirania e shumicës, që keq nga Tocqueville. Jam dakord me këtë. Po unë e shoh të pamundur, ne kemi ardhur edhe në fund të bisedës. Ne në fund kemi qenë që në fillim. Po unë e shoh si mangësi të gjithë këtyre aktorëve, të cilët mundohen që të komunikojnë me publikun, dhe unë kam vetë edhe me ekipin jemi duke bërë një lloj reflektimi për të kuptuar që kush ka qenë audienca jonë, si i kemi folur, a kemi qenë të shkëputur apo jo, sepse shpeshherë duhet i bësh këto reflektime. Dhe mua më vjen keq që në shumë gjëra ne mund ta kemi humbur rrugën e komunikimit me njerëzit. Pra jemi vetë kënaqur se sa të aftë kemi qenë për ta kuptuar se çka ka ndodhur këtu, dhe kemi marrë atë formën e sektit, ku një pakicë njerëzish e din të vërtetën dhe shpëtimin, dhe le të themi bëjnë me gisht pjesën tjetër që tek lumturohet ose tek ka këto spazmat e veta që ne nuk na duken lumturi, themi shiko fundi i tyre shumë afër, ose ata po hanë veten e tyre po nuk po e kuptojnë. Do të thënë ka ndonjë teknikë ku ne duhet të eksplorojmë, ku duhet shkojnë energjitë, edhe kjo është kapitulli i fundit që po diskutojmë. Jo, si duhet shkojnë energjitë e gjithë neve për të kuptuar. Thelbi është ajo pyetje që bëhet pyetja e madhe në politik, është se si detet tua arrin të mobilizojnë një masë njerëzish. Si ndërtohet një masë kritike njerëzit me anë të ideve, dhe mendoj që kjo është për mua pyetja e pyetjeve dhe sfida më e madhe që kanë ato subjekte që unë i quaj të besueshme. Unë e kam atë pëlqimin tim, e kam të shprehur publikisht dhe nuk e ndryshoj që të dhe për mua kjo është pyetja e pyetjeve, dhe që sigurisht të sfidon, sepse ideja është që nëse ti je në politik je për të bërë një ndryshim. Përndryshe pastaj mund të ishte një organizatë, mund të ishte një klub libri, mund të ishte një gjë, dhe ti mund të je komplet drejt në Zotit, jesh radikalitetin e mendimeve dhe ideve tua. Por në moment që ty hyn në politik, mendoj që ke një, si më thon, përgjegjësi më shumë që ndaj qytetarëve, ti të kthehesh realisht një instrument ndryshimi. Dhe instrument ndryshimi nuk kthehesh në momentin që ti izolohesh, kalon atje në margjin, thuaj që idetë e mia janë me shenjtërinë e hyjnore të paprekshme, janë të cënushme, janë të pabëshme pis, ku të diun të futesh në andralla të pastërtisë absolute, dhe këtu pastaj janë pyetje për mua jashtëzakonisht rëndësishme që unë që tani e shikoj që i ka fut në krizë partitë e reja, po ta shohësh me kujdes, i shoh pak a shumë tek të gjitha. Unë dhe kam evidentuar madje, edhe kam shkruajtur publikisht, dhe mendoj që ky është testi i madh se si tash ata arrin që këtë rezultat që kanë marrë mos ta kthejnë në katastrofë, por ta kthejnë si si lloj shtyse fillestare, që të kenë mundësi pastaj të rriten dhe të rriten me baza të shëndoshme, mbigjithe duke kuptuar se si është sjell elektorati, çfarë mesazhesh ka dhënë, dhe si mundet që të mobilizosh publikun, por ama me një kusht, jo ta militarizosh në ekstrem publikun. Publiku do t'i lësh hapësirë të mendoj lirshëm, sepse publiku ndryshon. Dhe nuk do ta shohësh në mënyrë miqësore që ky s'm voton mua, është armiku im. Unë këtë kam pas kritik për shembull me këto që thonë ke kujdes, sepse ka një lloj sjellje e cilën ti ndërton besnikët e tu, partizanët e tu, por nuk arrin dot atë publikun e moderuar që do të shikoj që ta marrësh ta thithësh, pse të kosto vetes, a kupton? Pse t'ja mohosh të mundësi vetes, kur ke mundësi që idetë tua
ti bësh më të pranueshme dhe ti mobilizosh njerëzit me një lloj demokracie, me një lloj dialogu pa shtrëngime me mënyra kështu kategorike o me mua kundra meje. Ne absolutisht ne shpresojmë që edhe S'ka unë rrugë shpresoj tjetër. që kjo të ndodh. Megjithatë unë shpresoj që për dëgjuesit kemi eksploruar disa qasje të cilat nuk kanë qenë të gjendshme gjithandej. Edhe tek të dy do rim ose do punojmë për të sjellë audiencat me dëgjuesit ose dëgjuesit me folësit në një sinkron. Shpresoj shumë që kjo të ndodhë në një kohë më afat shkurtër se ç'ka ndodhur në këto le të themi vite që tashmë po mbyllin dekadë. Shumë faleminderit Ervin, profesor, që zhvilluam këtë bisedë. Edhe për mua është kënaqësi e madhe. Faleminderit. Dashur miq, në komunikimin e radhës sigurisht do kemi mundësi që të eksplorojmë mbi fenomenet të tjera të cilat shqetësojnë jetën e qytetarëve, po edhe elementet ndryshme të standardeve që ne jetojmë çdo ditë në këtë vend. Kështu që ju uroj një pasditë të këndshme dhe faleminderit.